48 нови случаи, тоа е статистиката за предходните 24 часа. Ако се видат бројките од предходните денови, може да констатираме дека продолжува една релативно мирна линија на регистрирање на нови случаи, нема битно зголемување. Имаше еден инцидент, да речеме, на 4 април, кога 72 нови случаи беа диагностицирани, но од тогаш, еве, 5 дена помина, бројката е релативно стабилна. Po, pikrisht si që thatë edhe ju, ishte vetëm një ditë, dikun të mbi 70 raste të diagnostifikuara, dhe tanë java, do me thonë, nga e hëna deri sot që flasim, është një numër, do të kisha thënë një numër linear i të diagnostifikuare të rasteve me COVID-19 dhe si që kemi thënë edhe më herët, edhe në emisionet më përpara, ne këtë trend e kemi parashikuar dhe besojmë se do të ruajmë këtë vijë të diagnostifikuarve që flet se poshtë naltë ne jemi në parashikimet që tani më nga muaji janar i kemi bërë të ditura për të gjithë opinionit. Вие во една ваша последна изјава не исклучивте можност оваа бројка сепак да оди и погоре. Споменувавте и до 100 случаи дневно. За сега не сме стигнати до таму. Можно ли е тоа да се случи или сепак сега може да ја ревидирате таа ваша оценка? Jo, unë mendoj se është herët prej tash që të japim në një parashikim se a do të jemi deri në atë numër që kam thënë para disa ditëve, për shkak se duke marrë parasysh edhe numrin e testimeve që bëhet në shtetin tonë, për shkak se do ta themi faktin se ne jemi të limituar sa persona në ditë mund të testojmë, duke përfshirë këtu edhe Institutin e Shëndetit Publik, duke përfshirë edhe disa laboratori tjera private që bëjnë testim, Jean Mitreff, dhe prandaj mendoj se nuk është, do të kisha thënë, nuk është e udhës që prej tash ne të themi se nuk mund të arrim deri në atë numër. Për shkak se, unë kur kam thënë se ne mund të jemi deri në 100 pacient në ditë, kam pas parasysh informatat që i kemi ne nga tereni, për shkak se pikrisht ekipët e Qendrës për Shëndet Publik janë ato, do të kisha thënë, më të involvuara direkt në teren, ku edhe ne kemi një pasqyrë më reale se ku presim dhe çka na pret në të ardhmen. Prandaj